Të nderuara zonja dhe zotrinj, i dashur doktor Berisha, në veçanti të dashur miq të njësisë time, njësisë 8, drejtuar me përkushtim nga miku jon Gazmend Sallaku. Mirëmbrëma të gjithëve. Jemi sot sërish përballë zyrave të qeverisë më të çuditshme, më anormale që ka njohur ndonjëherë ky vend. Skandalet e së cilës janë kaq të përditshme dhe për më tepër kaq publike sa nuk i ka dëshmuar ndonjëherë historia e këtij vendi, si dhe me një paftyrësi të përmasave të panjohura kurrë më parë, pasi edhe përballë gjithë këtyre skandaleve, kësaj qeverie i shkon mendja që të vazhdojë të qeverisë. Natyrisht do njeri i arsyeshëm që përballet me këtë realitet pyet natyrshëm veten, ç'treqin janë këta? Nga që planet kanë ardhur? A ka ndonjë kufi paftyrësia e tyre? E pra ja që nuk ka, përkundrazi, pasi kanë asgjësuar edhe institucionin e zgjedhjeve, këta shpallin edhe objektivin e radhës për të fituar të gjitha bashkitë, sipas parimit të vjetër i gjithë pushteti i sovjetëve. S'ka si t'jetë ndryshe, sepse siç ka thonë një njeri i madh, kur s'ke turp, bëj çfarë duash. Po nëse kjo qeveri e dal nga gjiri i partisë tashmë 85 vjeçare socialiste, e trashëguar nga shoku Enver, nga shoku Kristaq, është në rolin e saj të natyrshëm të shpalljes së këtij vendi territor të pushtuar socialist, ajo që habit është naiviteti disa miqve tanë që besonin se një drejtësi e reformuar dhe e pavarur do të na çlironte nga bakbëzia e kësaj qeverie dhe madje nga vetë kjo qeveri. Kur nisi e ashtu quajtura reformë në drejtësi kohë më parë, na thanë se frytet e reformës do t'i shohim pas 9 vjetëve. Pra, për 9 vjet do të kishim një drejtësi të pastruar përmes vettingut, të riformuar e të reformuar, që do t'i bëhej dig korrupsionit dhe shqiptarët do të gjenin më në fund drejtësinë e munguar në dyert e gjykatave, pa qenë nevoja që të paguajnë për ta blerë drejtësinë, si dhe do të kishin më shumë para në xhepat e tyre, pasi qeveria nuk do të guxonte t'i vidhte më. Dhe 9 vjetët kaluan, madje edhe çik më shumë, plot debate e diskutime me entuziazmi analistësh vettingares pakar që shpreheshin çdo mbrëmje televizioneve me shpresën e lugës Floririt që na priste pas reformës. Dhe ja ku jemi së bashku, dhe ja ku janë shqiptarët që na ndjekin nga ekrani. Ku është luga e Floririt? A ka ndonjë sot që gjen drejtësi e i zgjidh më shpejt tallet e veta në gjykatat e këtij vendi? Në fakt, koha e vërdallosjes në gjykata vetëm sa është zgjatur. A ka ndonjë që e sheh se ka më shumë para në xhepa pasi paratë e korrupsionit nuk shkojnë më në xhepat e qeverisë? Në fakt, ajo që sheh gjithçkush janë të ardhurat e njëjta apo të ulura përballë çmimeve që ngrihen çdo ditë dhe rrugët që nisin dhe nuk mbarojnë me vite, po edhe nëse mbarojnë, rrëzohen vetë, sepse siç na thuhet, i rrëzon shiu. Dhe kjo qenë ka normale, pra, që t'i rrëzoj shiu. Në fakt, s'kishte si të ndodhte ndryshe. Ajo që partia 85 vjeçare socialiste dhe pushteti i rilindur popullor, edhe me mbështetje të blerë nga disa miq të tyre anglishfolës, nisën të bënin në maskën e një reforme në drejtësi, nuk kishte çfarë ishte tjetër, veç se ajo çfarë kjo parti gjithmonë ka bërë. Edhe më herët pas kthimit tyre në pushtet në 97-ën, ata i ribon nga e para gjitha gjykatat e vendit, shpallën të pavarur deputetët e tyre të varur dhe i bën drejtues gjykatas. Ndërsa kjo e sotmja është veç se rilindja e gjyqit të popullit kohës Ananit Çelës e të tjerëve si ai, që nuk kishte për mision të shërbente qytetarëve, po thjesht forcimit të pushtetit përmes goditjes së armiqve të jashtëm dhe të brendshëm, si këta. Se nëse disa na kujtojnë se përveç drejtuesve të partive të opozitës, drejtësia e rilindur socialiste ka goditur edhe plot prej njerëzve të qeverisë, thjesht duhet kujtuar se nëse Enver Hoxha në kohë vet asgjësoi e zëvendësoi pothuaj 3 byro politike, kjo nuk u bë për të shërbyer qytetarëve, po për të shërbyer atij vet, për forcuar pushtetin e tij. Dhe kështu si atëherë, edhe sot, kjo drejtësi mund të shkojë e të prek çdo që jep leje shoku Rama,
por te shoku Rama nuk shkon dot, sepse udhëheqësi nuk preket. Gjithsesi, si për ironi, goditja e armiqve të brendshëm të udhëheqësit më kujtoi historinë e një ish burgosur i politik që thonë se kur vdiq Enver Hoxha, kishte nisur shokët e qelist, habitur, i thonë, a je i marr, po qanë për njeriun që na ka sjell këtu? Dhe i dënuar i thot me lot në sy, të drejt keni, po kohët e fundit ishte bëri mirë i shkreti, se po na sillte këtu gjithë shokët e vet që na kanë futur edhe ne këtu. Ti jetonte edhe ca, cilte edhe ca tjerë. Kështu pra, pushka tope di Rama, nëse ke ende shoqë armiq të brendshëm për të çuar ndert Spakut të atë burgut, ço sa të mundesh se nuk na ngelet hatri. Po kështu, të tjerë miq naiv shpresojnë tek trysnia ndërkombëtare, pasi duket se shpresa për zbarkimin e aleatëve që kanë nisur që në 1945 nuk është shuar ende. Të dashur miq, aleatët janë të zënë me hallet e veta, sa në Ukrainë, sa në ngushticën e Hormuzit, ndaj mos prisni që ata të zbarkojnë për të zgjidhur hallet tona. As drejtësia e rilindur popullore dhe as aleatët ndërkombëtar nuk mund të marrin përsipër të bëjnë punën tonë. Si që rëzuan vetë pushtetin socialist 1992-shin, ashtu edhe sot pushtetin e rilindur socialist, shqiptarët do të duhet të rëzojnë vetë. Nëse u duhet edhe pak kohë që të binden dhe kilometri i fundit do të duhet të zgjasë edhe pak, atëre letë të zgjasë, por asnjë padrejtësi e mizori nuk zgjat pa fund. Dhe nëse e sotmja është e këtij pushteti kleptomanësh dhe narkomanësh, e ardhmja është e shqiptarëve. Faleminderit.